Institucionet financiare jo banka kanë vijuar të raportojnë fitime rekord, ndërkohë që mijëra familje shqiptare vuajnë pasojat e kredive me interesa të larta. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, në 6 mujorin e parë të vitit 2025, këto institucione kanë realizuar një fitim neto prej rreth 3 miliard lekësh ose afro 30 milion euro. Në këtë grup përfshihen kompani mikrokredie, kredidhënieje, qiraje financiare e blerje e kredish me probleme, që kanë ndërtuar një sistem fitimi mbi shtresat më të varfra të popullsisë. 61% e portofolit të tyre i përket individëve që marrin hua për konsum bazë, shëndet apo emergjenca. Shumë nga këto kredi ofrohen me kushte të paqarta dhe norma interesi të larta, duke futur familje të tëra në cikle borxhesh të pafundme e shpesh në faliment. Kompani si Ute Kredit, Credo.al, Noa Finance dhe Fondi Besa dominojnë tregun e mikrofinancës, ku përfitimi bazohet në paaftësinë e qytetarëve për të shlyer detyrime. Megjithse Banka e Shqipërisë raporton ulje të lehtë të kredive me probleme në 12%, ky përmirësim vjen kryesisht nga kontratat të rinegociuara që rrisin barrën e interesave. Pavarësisht disa rregullimeve që kufizojnë kreditimin e tepërt, mekanizmi mbetet i njëjtë: norma të larta, komisione të fshehta dhe penalitete për vonesa minimale. Ndërsa kompanitë arktojnë miliona, qytetarët humbin kursimet, pronat dhe shpesh dinjitetin, në një treg ku ligji ende nuk i mbron mjaftueshëm.